sa po ka nisur dita e tretë, dita finale e turneut memorial të boksit Vllaznia 2025, është dita e tretë dhe do të kemi ndeshjet finale, por edhe shpadhjen e fituesve dhe fituesi i parë ka ardhur me një herë, është Mauro Cani i Shqipërisë, i cili është shpadhur kampion, duke mos pasur kundërshtar në ditën finale, e ka fituar në takimet eliminatore, që ditën e dytë është shpadhur kampion, pra kampioni i parë në boksin amator është Mauro Cani i Shqipërisë, pesha 55 kg. Ndërkohë do të kemi edhe çiftet e tjera për boksin amator, por edhe për boksin profesionist, ku do të jenë 3 ndeshjet speciale. Menjëherë pas duelit të boksit amator do të jenë 3 çiftet profesioniste. Rrëti Shkodra është në transmetim të drejt për drejt, në të transmetim ekskluziv nga pallati i sportit Çazim Dervishi i Shkodrës, duke përcjellë emocionet e këtij aktiviteti. Ku, siç thamë, do të ketë boks amator dhe boks profesioniste. Jemi drejt për drejt nga pallati i sportit Çazim Dervishi, ndeshja e parë për peshën 55 kg evidentoi si kampion të Shqipërisë Mauro Canin, ndërkohë që edhe në peshën 60 kg është një finale e cila është e dharuar që ditën e djeshme është kampioni nga Malizi, Tomislav Dinovic, në peshën 60 kg, i cili ka fituar përballë lumturi me Xhoxhajt të Kosovës. Pra 2 ndeshjet e para janë evidentuar dhe janë kurorëzuar boksierët kampion,